Falëndërimi I takon Allahut Azza wa Jall. Atë falënderojmë dhe lavdërojmë. Të falënderojmë Ty, o Zoti ynë. Ty të kërkojmë ndihmë, te Ti kërkojmë falje, tek Ti pendohemi, edhe Ty të jemi mirënjohës për çdo mirësi që na ke dhënë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, I cili është I vetëm dhe I pashok, dhe dëshmojmë se I nderuari ynë, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është robi I Allahut dhe I dërguari I Tij. Allahu Azza wa Jall thot në librin e Tij: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir." Ju keni pasur shëmbëltyrën më të bukur tek I dërguari I Allahut, për atë që shpreson Allahun dhe ditën e gjykimit. Sot me këtë hutbë, me lejen Allahut Azza wa Jall, do përpiqemi të themi disa fjalë për profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të qenë si një hutbë cikël hutbesh, pastaj mbi të dërguarin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam. Profeti jon Muhammed, njeriu më I pastër, më I larti në përjardhje, më I bukuri në vërtyte e morale, më I ndrituri në jetë shkrim, që botën e mbushi plot ndryqim. O musliman, me përkupimet e shumta të jetës, me problemet e ndryshme, sa më shumë kalojnë ditët, aq më I qartë bëhet dhe më kthjellët se ligji I Zotit, feja e Allahut Azza wa Jall, rruga e Islamit ton të shtrenjtë, me obligimet e vyera të Tij, me synimet e Tij të mrekullueshme, ka zbritur nga Allahu Azza wa Jall për të ngritur lart moralet, sjelljet, që ne të kullojmë vetvetet tona dhe shpirtin ton, me qëllim që ta ngrejmë atë sa më lart, dhe të jemi sa më pastër, dhe të jemi me besimin në nivelin më të duhur. Por të gjitha këto mirësi, apo edhe ato që nuk I përmendëm ne, s'ka dyshim se janë të personifikuara në fjalë, në vepër, në udhëzim dhe virtytet e vulës së profetit ton, zotërisë së zgjedhur, I nderuari ynë, më I dashuri, modeli ynë, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër besimtar, që më shumë se 14 shekuj nga ardhja e më të mirit të dërguarve, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, virtytet e Tij të mrekullueshme kanë përhapur aromën e këndshme në të gjitha anët e tokës, me autoritetin, bukurinë, drojen, madhështinë që ishin derdhur mbi të nga Allahu Azza wa Jall, me urtësinë e Tij që pasqyrohej në fjalë e në vepra. Siç thot poeti, kur lavdia krenohet me lartësinë e saj, I dashuri ynë shfaqet me përjardhjen e Tij. Kur krenaria paraqitet, e ndjehemi të turpëruar, mes njerëzve shfaqet më I larti I tyre, Muhamedi alayhi salatu wasalam. Nderimet e Allahut dhe shpëtimi I Tij qoftë mbi të. Virtytat, vlerat, arritjet që Allahu ja ka dhuruar të dërguarit e Tij, Muhamedit alayhi salatu wasalam, dhe ka përzgjedhur, të gjitha këto nuk mund t'i shënojnë lapsat, penat, as orët e mësimeve, as librat, as ytpet. Buçasin dhe tringëllojnë pa ndërprerë minaret 5 herë në ditë. Dhe për të tronditen podiumet edhe minberet. Mirë po mbi të gjitha për të mjafton fjala e Zotit ton, ku thot: "O rafa'na laka dhikrak", dhe ne ta ngritëm lart emrin tënd.
Allahu Azza wa Jall e ka ngret lart emrin e profetit tij Muhamedit alayhi salatu wassalam, sa që ai për 14 shekuj me radh, s'ka dyshim edhe deri në kiamet, ai do të jetë personi më i ngritur dhe emri i tij do të jetë më i lartë. Zemrat gjallërohen kur citohen vlerat e tij, si toka që gjallërohet kur i bie shiu. Sa të mira janë sjelljet e tij, sa të larta vlerat e tij, sa shumë cilësi që të gjitha janë perla në bukuri. Vlerat e tij mbartin tërë mirësinë, të gjithë bamirësinë, qoftë e vogël apo e madhe, të udhëzimin dhe drejtësinë. Ai sallallahu alaihi wasallam ishte i bukur e i lartë në çdo aspekt. Në paraqitje, me ngjyrë të bardhë që anon tek e kuqa, pra si Adam alayhis salam, njeriu i parë që krijoi Allahu Azza wa Jall, shumë i bukur, fytyrë ndritur, i pashëm e simpatik, me sy të zinj e të gjerë, me qerpik të plot, me zë të ëmbël e kumbues, me qafë të gjatë, flok shumë të zeza, kur heshte e mbulonte madhështia, e nëse fliste shkëlqente. Ai ishte më i bukur i njerëzve, më i ndrituri prej së largu, më i hishmi e më i pashmi kur e kishe pranë. Fliste ëmbël edhe qartë, as pak e as shumë. Fjalët i dilnin si ruaza të radhitura njëra pas tjetrës, me trup mesatar, as i shkurtër, as i gjatë, me mjekër të dendur, shpatullgjerë, me duar e me këmbë të shtrira, jo shumë të gjata e as të shkurtra, flok me onde, ku fliste dukej sikur dilte dritë mes dhëmbëve të tij, sallallahu alaihi wasallam. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qenë burr me trup mesatar, shpatullgjerë, me flok të bollshëm deri në të butat e veshëve, sikur se e transmeton Imam el-Bukhari, Allahu më shëroft. Prej Ali ibn Abi Talib, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcillet se ka thënë: Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë as i gjatë as i shkurtër, me duar e me këmbë të bëshme, me kokë të madhe, kockë madh, pra kockat e ndarjeve, supeve, kyçeve të krave, me qime në kraharor në formë të zgjatur, kur este për ulej pak përpara, e dukej sikur po zbriste për një kodre. Unë nuk kam parë si ai, as më parë e as më pas. Babain tim dhe nënën time ja bëfsha kurban për të, sallallahu alaihi wasallam. Nga Jabir ibn Samura, një nga shokët e profetit Muhammed, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot: unë kam parë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam një natë me hënë. Ai kishte veshur një mantel të kuq, unë e vështroja herë atë edhe herë hënën, ai më dukej më i bukur se hëna, sallallahu alaihi wasallam. Allahu e shpërbleft Hasan ibn Thabit, poeti i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili gjatë përshkrimit të tij thot për të: më të hishëm se ty syri im nuk ka parë, më të bukur se ty gratë kurrë nuk lindin. U krijove i pastër nga çdo emet, ti sikur të jesh lindur siç do të dëshiroje vetë. Fjalët dhe elokuenca e tij, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam qëndronte i heshtur dhe nuk fliste pa qenë nevoja. Fjalët i niste dhe i përfundonte me emrin e Allahut të lartësuar. Ai fliste me fjalë të goditura, kuptim plote. Fjalët e tij dalloheshin qartë. Nga nëna e besimtarëve Aisha, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcillet se ka thënë: i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk nxitonte të nxirrte fjalët kaq shpejt siç bëni ju. Ai shprehej me fjalë të qarta, të shkoqitura, të cilat i mbante mend kushdo që ulej me të. I dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i buzëqeshte shokëve të tij,
dhe atyre që ndronin pranë me të. Nga Abdullah ibn Harith, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcillet se ka thënë: unë nuk kam parë askënd të buzëqesh më shumë se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nga Xharir ibn Abdillah thot se i dërguari i Allahut nuk më ka penguar kur që të jem me të, që kur pranova Islamin. Pa nuk ishte njëri që bezdise nga prezenca e njerëzve të tjerë, çfarëdo që t'ishin ata. Ai sa herë më shihte me buzëqeshte. Përcjell Imam el-Bukhari, Allahu më shëroft. Nga Ebu Hurajra përcillet se ka thënë: disa ata pranishëm thanë: o i dërguari Allahut, ti po bën shaka me ne? Ai tha: unë nuk them gjë tjetër veç të vërtetën, pra edhe kur bën shaka profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai ka qenë njeriu më modest. Nga Anas ibn Malik, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcillet se ka thënë: një grua erdhi tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i tha që unë kam nevojë të më ndihmosh për diçka. Pra profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte i dërguari i Allahut, ishte prisi muslimanëve, udhëheci i tyre, njeriu më me pozit, më me pushtet që mund të kishte në atë kohë. Mirë po i vjen një grua e thjesht dhe thot kam hall. Dhe ai nuk e refuzoi, por përkundrazi i tha: oj nëna e filanit, ti shko e ulu në cilën anë të sokakut të dëshirosh, e unë do t'ulem me ty. Ajo ul dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ul me të derisa ajo mbaroi atë që dëshironte të fliste me të. Madje thuhet se kjo grua ka qenë pak e met edhe nga mend. Është normal që zakonisht njerëzit nuk i japin arsye fare njerëzve të tillë, por jo profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu i dërguari i Allahut vizitonte të sëmurët, merrte pjesë në varrimet në xhenazet e tyre, i hipte gomarit, i përgjigje ftesës së sklavit, dhe që ishte sklav, i përgjigje profetit sallallahu alaihi wasallam. Kjo tregon modestinë e tij të lartë, me këto virtyte të mrekullueshme që shumë njerëz mbase nuk i dinë, mbase shumë armiq ignorant tentojnë të ulin figurën e më të mirit të njerëzimit, më të mirit që ka shkelur në këtë tokë, më të zgjedhurit dhe më të dashurit të Allahut azza wa jall, por nuk pranohet që ne si musliman që dëshmojmë shahadetin la ilaha illallah dhe pjesën e dytë të tij Muhammed Rasulullah, që e ndjekim profetin Muhammed dhe që e duam atë aq shumë, të jemi të pa informuar lidhje me virtytet e tij të larta. Ditën e Beni Qurayzas kishte hipur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një gomar, kishte një kapistall prej fijeve të lirit dhe ulse të punuar prej lirit. Pra shumë e thjesht, ato si themi ne litarët, kapistra e gomarit, madje dhe ulsja shumë e thjesht. Nuk ishte që të kërkonte komoditetet shumëta. Kështu që mund të themi, ai që dëshiron të përmbledh vlerat e Muhamedit alayhi salatu wasalam, duhet t'ia lehtësoj vetes me kuptimin që nuk do mundet, sepse mirësitë e tij nuk kanë kufi. Nëse thua janë si rëra, si guralecët, sa pikat e shiut, dije se ne do të themi prap janë më shumë virtytet e tij sallallahu alaihi wasallam. O musliman, ky është një shi i pakët prej atyre deteve të mbushura plot dhe një rëke uji që zbret prej rreve të bardha të mëdha, prej dritës dhe virtyteve të profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I dërguari me udhëzim mahnitës, me moral të rrallë, të cilët Allahu i thirri me atributet përkryera dhe me lavdë të larta, i dhuroi cilësitë më të bukura dhe vlerat më të arrira. Ato janë si bunari mbushur, si një gurr e kulluar plot ujë, furishëm në të shuan etjen kushdo që dëshiron të shpëtojë në jetën e kësaj bote e në botën tjetër. Nëse shumë njerëz nuk kanë arritur ta shohin atë, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam me sytë e tyre, atëherë të meditojnë rreth virtyteve, rreth vlerave, rreth moralit dhe rreth asaj që ai përçoi, me qëllim që të na shërbejë kjo si ngushëllim edhe lehtësim. Të marrim si model profetin Muhammed, të përpiqemi të arrijmë virtytet e tij,
edhe pse nuk kemi shoqëruar me të. Nëse na ka ikur mundësia ta shohim me sytë tanë, të mos na ikë mundësia e përshkrimit të tij, pra që kanë ardhur në librat e sakta të fesë islame. To janë cilësi të tij të cilat plotësojnë qenien e tij fizikisht, moralisht dhe në atributet e vlerat e tij që janë të panumërta. Duhet ta kemi frikë Allahun, o rob të Allahut, dhe ta marrin për model profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të marrin për model virtytet morale dhe sjelljet e tij. Sepse kjo është shenja e dashurisë së vërtet për të, e cila është gjëja më e ndritur dhe synimi më i lartë, e jo të jetë vetëm gjëra sipërfaqësore e formale apo festime, tregime historish e gojdhënash, lavdërime apo këndime vjeshtas apo këngësh për të. Pra kjo është një prej shenjave pra që ne të zbatojmë dhe të përpiqemi që të jemi në rrugën e tij, dhe kjo është shenja e dashurisë së vërtet, pra jo ajo e kundërta. E lutim Allahun azza wa jall na bekoj, na japi begati me librin e tij, na bekoj të na japi begati me rrugën, trashëgimin, synetin e profetit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Me këtë fjalë i lutem Allahut azza wa jall të më fal mua dhe ju, kërkojeni falje Allahut dhe pendoheni tek ai, sepse me të vërtetë ai është i butë edhe falës. Falënderimet i takojnë Allahut azza wa jall. Përfundimi i mirë do të jetë për njerëzit e devotshëm. Nuk do të ketë armiqësi muslimani vetëm ndaj atyre të cilët janë zullumqar. Dëshmojmë se s'ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, i cili është i vetëm dhe i pashok, dhe dëshmojmë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij. O Allah, Zoti im, ndërimet, shpëtim dhe bekime dërgo mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij, të cilët sakrifikuan në mbështetje ndaj tij çdo kapacitet dhe mundësi, dhe mbi çdo që pason rrugën e tyre duke shpresuar fitoren e xhenetit e përjetshme. Kini frikë Allahun, o rob të Allahut, mundoheni të zbatoni vërtytet e krijesës më të mirë të Allahut, që krenarin ta keni pranë dhe fitoria e stabilitetit të jetë në anën tuaj. Vëllezër besimtar, lidhja e ummetit, dashuria e tij për të dërguarin e vet, për të dashurin Muhammedin alayhi salatu selam, ndërmjetësuesin me historinë e jetës së tij dhe me vërtetet e tij të larta, nuk duhet të jetë një lidhje me data apo evenimente, por duhet të jetë një lidhje e fortë në të gjitha rrethanat, në të gjitha çështjet dhe në të gjitha gjendjet e jetës deri në vdekje. Allahun e lutim të na mëshiroj, edhe e lutim Allahun azza wa jall të na mundsoj që gjithmonë t'i dërgojmë salavate dhe selame profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, siç na ka urdhëruar Zoti jon në librin e tij: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu e bekon dhe çon salavate dhe selame mbi të dërguarin e tij, po ashtu dhe engjëjt e tij dërgojnë salavate, prandaj dhe ju besimtar, lutuni, çoni salavate për të dhe përshëndeteni me selam. Gjithashtu profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot: kush dërgon mbi mua një salavat, Allahu mbi të dërgon 10. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammed. O Allah, nderoje e shpëtoje profetin dhe të dashurin tënd, profetin e zgjedhur. Kënaqësia e Allahut qoftë mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij fisnik e të lirë, ensarët dhe muhaxhir, aq sa të jetë nata dhe dita. O Allah, kënaqësia jote qoftë mbi 4 halifet, të cilët qenë prijës të kulluar, me pozitë të lartë të nderuar, Ebu Bekër, Omar, Osman dhe Ali. Ti je më i miri tolerues dhe falës, shpëtimi qoftë edhe mbi tabiinët, ndjekësit e sahabeve dhe ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit, dhe mbi ne bashkë me ta me mirësinë, bojarinë e fisnikërinë tënde. O Allah, ngreje lart islamin dhe forcoj muslimanat, zhduke i dhujtarin dhe poshtëroj i dhujtarat, shkatroj armiqtë e fesë dhe këtë vend bëhet të sigurt, të qetë dhe tërë vendet muslimane. O Allah, na jep siguri në vatanet tona, na i rregullo prisët dhe qeveritarët tanë. O Allah, shëro të sëmurët tanë, mëshiro të vdekurit tanë, e na përkrah me suksesin tënd, o Zoti i botëve. O Allah, jepi fitore fesë tënde, librit tënd dhe traditës së profetit tënd,
Muhammedit sallallahu alaihi wasallam: O i gjallë i përjetshëm, me mëshirën tënde kërkojmë ndihmë. Mos na lë të mbështetemi tek vetët tona për asnjë moment. Na i rregullo tërë çështjet tona. Zoti ynë na dhuro të mira në këtë jetë, të mira në botën tjetër, e na ruaj nga dënimi i zjarrit. Dhe lutja e fundit për ne është: falënderimi i takon Allahut azza wa jall, Zotit të botrave.